Palestra dhe dieta janë thelbësore për shëndetin dhe formën e përgjithshme të trupit. Ato ndihmojnë në humbjen e peshës dhe përmirësimin e tonusit muskular. Por ka zona të trupit ku dhjami mbetet pavarësisht përpjekjeve. Barku, ijet, kofshët apo shpina janë shpesh zona rezistente, të cilat nuk reagojnë njësoj si pjesa tjetër e trupit. Këtu hyn në lojë thazëll. Kjo pajisje nuk zëvendëson palestrën apo dietën. Ai plotson atë që ato nuk arrin të bëjnë. Ndryshe nga ushtrimet apo regjimet ushqimore që veprojnë në të gjithë trupin, thazët fokusohet drejt për drejt në zonën ku dhjami është i lokalizuar. Trajtimi vepron në mënyrë të kontrolluar, duke ndihmuar trupin të reduktojë dhjamën në zonat specifike, pa ndërhyrje kirurgjikale dhe pa ndikuar në pjesët e tjera të trupit. Ndryshe nga humbja e peshës, që shpesh shoqërohet me humbje vëllimi në zona të padëshiruara, thazët punon me saktësi duke respektuar formën natyrale të trupit. Në klinikën Grande, trajtimi thazëll ndiqet sipas protokolleve të qarta profesionale. Çdo pacient vlerësohet individualisht dhe trajtimi përshtatet sipas nevojave reale për të garantuar siguri dhe rezultate të qëndrueshme. Rezultatet nuk janë të menjëhershme, por janë graduale dhe natyrale, sepse çdo trup ka ritmin e vet. Pikërisht kjo e bën thazëll një zgjedhje të kontrolluar dhe të sigurt. Palestra dhe dieta formojnë trupin. Thazëll rregullon detaje që nuk ndryshojnë lehtë.